Do të ndalim tani me një zhvillim të minutës së fundit. Këshilli i Ministrave i kërkon gjykatës kushtetuese të pezullojë vendimin e gjykatës së posaçme për caktimin e masës së sigurisë së pezullimit nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, derisa ajo të gjykojë konfliktin e kompetencës mes qeverisë dhe GKK-s. Në shkresën e zbardhur theksohet se qeveria i kërkon gjykatës kushtetuese që të shfuqizojë masat e caktuara nga GKK ndaj Ballukut. Po ashtu, në objektin e ankimimit të Këshillit të Ministrave kërkohet dhe interpretimi i pikës 3 të nenit 103 të Kushtetutës, gjë e cila në fakt është paralajmëruar më herët edhe nga ana e kryeministrit Edi Rama, pikërisht për të çuar në gjykatën kushtetuese vendimin e GKK-s për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe njëherë as ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Një vendim ky nga ana e Këshillit të Ministrave i marrë gjatë ditës sotme dhe i depozituar padyshim i bërë më herët publik si vendim edhe nga ana e kreut të qeverisë kryeministrit Edi Rama, sikurse e theksuan. Pikërisht në këtë shkresë kërkohet që Këshilli i Ministrave i kërkon gjykatës kushtetuese që ta pezullojë këtë vendim të gjykatës së posaçme që ka marrë në fakt edhe vendimi për caktimin e masës së sigurisë pezullim nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, derisa ajo të gjykojë konfliktin e kompetencës mes qeverisë dhe GKK-s. Ky pra është zhvillimi i minutës së fundit, gjë e cila në fakt duket që do të ketë padyshim të tjera zhvillime edhe në vijim në kuadër të masës edhe gjatë ditës së djeshme.